Edhe pejgore ku më quhen mi folë vërtetën. Unë para tajnë mua se nuk buh në rahat kur. Se unë jam me gjakën e popullit, jam dëshmori që ti popullit. Ja kum dhu që kjo është ri. Qore këta vlozën që kënë tu. Që po dënuan, po mohen burg, po pik foj. Këta janë, kanë linë për gjakët që ti popullit shqiptar. Kanë liftu për lirinë e vetë që ka vujtë këj popull 100.000 vjetë në torturat Serbisë e Turqisë të rrejtë. Qa pa menojnë të kështu? Janë e vinë të, ja asë njën qeveri ato sytë më që u posha. Edhe pejgore ku më quhen mi folë vërtetën. Më në hupë gjakën që u dirë për liria. Kushaj, vla në paqasis në gjinjë me tonë shumë. Unë jam me popullin shqiptar, po me drejtsinë e Zotit, edhe me drejtsinë e ti popullit që u dirë gjakën. Qeveria e Republikës së Kosovës dhe kryeministri i saj bënte kërrokatjet e pandalshme me plot gojnë për bashkimin kombëtar. Mbante në gjaket simbolin dhe flamurin kombëtar, kurse në anën tjetër kishte për këshilltar një person i cili vazhdimisht fynte dhe bënte përpjekje të degradoj luftën e pastër dhe drejt ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe ky person është me emrin Shkelzen Gashi. Degradimi ka që i rëndë dhe i pas kajshëm i kësaj qeverie është sepse brenda kësaj qeverie ka ministra të cilët janë anti-UÇK. Sot, nuk do të lejojmë të poshtrohen në përkëmbën viktimat civile nga kushdo që në kohën e luftës ishte larg ngjarjeve të luftës e masakrave, ndërsa sot përdor referenca nga Serbia.